Bashkëpunëtori i drejtësisë Erion Alibej dëshmoi në sallën e gjyqit se pas vrasjes së avokatit Ravik Gura në mars të 2019 kishte dyshime se qëndronte Suel Qela, një i shumë kërkuar nga spaksi kreu i një organizate kriminale. Biseda e tij me Suel Qelën sipas Erion Alibejt vjen në kohën kur ky fundit interesoi për të mësuar kush ja vrau vëllain e ndritin dhe xhaxhain Arben Dylgjeri, ku i vdekur nga të shtonat mbeti edhe një shtetas turk që i shoqëronte. I thash Suelit që një nga gjujcit është ushtari jot, një shkodran që thirrej Nacho. Sueli i shkruajti direkt atij, pastaj në bisedë i thash po me avokat Ravikun çapatët. Më tha i futi hundët shumë tek maçi. Klodian Çopja. Kam fol shumë aty me Suelin dhe më garantoi se janë çopjat pas asaj që më ndodhi. Spak që po heton vrasjen e Ravik Gurës nuk ka ende personën akuz për këtë ngjarje. Deklarata e bashkëpunëtorit të drejtësisë Erion Alibej jep indicie, por nuk mund të shkohet drejt akuzës pa prova konkrete. Për ngjarjen po mblidhen prova, tha një burim i rezervuar që njeh çështjen. Dëshmia e të penduarit ngre pikpyetje të forta mbi shkeljet e kryera nga policia e shtetit në atë kohë kur Elbasani u përgjak nga vrasjet. Në kohën kur ju vra vëllai dhe xhaxhai, Erion Alibej që njihet me Nofkën Krymi, ndodhej në kërkim për plagosjen e Gjoni Rustës. Ai rrëfen se si policia gjeti në vendin e ngjarjes ku ndodhi masakra në Bradashesh dhe nuk i vuri prangat, por jo vetëm kaq, i ofruan marrëveshje që të dëshmonte se çfarë dinte dhe nuk do e arrestonin, ndërsa flet jo për efektiv të zakonshëm, por me emra drejtuesish të lartë. Ditën që do përcjellë familjarët në banesën e fundit, drejtor në Elbasan ishte Altin Qato. Niko Brahimaj ishte drejtuesi i departamentit për krimet e rënda. Unë isha në kërkim dhe më vin disa efektiv civil, më than hajde të deklarosh dhe do të lirojmë sërish të jesh afër familjes. Shkova ishte Qato Brahimaj dhe shefi komisariatit, të cilin e dija që ishte i shitur tek Suel Qela. I thash nuk e dua këtë këtu, e nxorën jashtë. Më than e dim që je në kërkim, por na ndihmo me ndonjë informacion te kush dyshon. I thash do ju duket çudi, por mos ka ngatruar objektiv, nuk di ku t'ju drejtoj. Siç më dhan fjalën që do të përcilla familjarët në banesën e fundit më liruan. I thash atij shefit të komisariatit që nxorën jashtë, bën mirë të ikësh nga ky qytet. Alibej rrëfen më tej se e kishte mësuar që Altin Qato ishte drejt zbardhjes së masakrës, por e larguan nga aty duke e zëvendësuar me Arjan Muçën në krye të policisë së Elbasanit. I penduari dëshmoi se kishte një burim policor që informonte sa herë kërkonte foto, emra dhe të dhëna për subjekte të ndryshme, por nuk e rrëfeu emrin. Syri televizioni u interesua për të dyja rastet e përmendura nga Alibej, ndërsa burime pranë grupit hetues thanë se për të paktën njërin prej tyre janë siguruar prova dhe se të dhënat që po transkriptohen nga Skyek mund të hedhin më tepër dritë.